Para ta vëllezër të ndershëm, ditën Arafatit, dita ku lutet Allahu Azza wa Jall, ku bën kërkesat e njeriut pan Zotit të vet. Para thonte pejgamberi Allahu se lutja më e mira, lutja e ditës Arafatit, lutja që ndëgjohet te Allahu Azza wa Jall më së shumti an ditën Arafatit. Derisa Katadën kur e pyetën dhe i thanë çfarë mendon për agjerimin e ditës Arafatit, tha agjerimi ditës Arafatit preferohet me hadith të pejgamberit Allahut me një kusht. A din çfarë kushti? Thonte Katadë, thonte nëse agjerimi nuk e dobëson këtë njeri nga kërkesat e duaja. Pra si pas Katadët, lutja dhe duaja më e preferuar ditën Arafatit sa agjerimi. Për çka se lutja e pranuar tek Allahu Azza wa Jall ditën Arafatit. Allahu Azza wa Jall i pranon kërkesat e njeriut ditën Arafatit. Cili prej ne nuk kemi nevojë, ne nuk kemi kërkesa që t'ja paraqes mbi Allahut Azza wa Jall. Nëse don me ditë se kur anë qaste që Allahu Azza wa Jall i ndëgjon lutjet e tua, janë ditën Arafatit, në veçanti pas dreket deri perëndimit të diellit. Në listën tonë paraqitja kërkesat e tua, Allahu Azza wa Jall ka premtuar se Allahu Azza wa Jall të ndëgjon. Allahu kërkesat e tua i merr parasysh. Allahu Azza wa Jall ditën Arafatit të përgjigjet për të gjithë kërkesat që ja paraqet Zotit tonë. Para ta mos i trokit dirë të qerve, trokiti dirë të Zotit, dirë të cilat trokitën dita ma e mirë që trokitën dirë të Allahu Azza wa Jall janë ditën e Arafatit. Allahu Azza wa Jall më së shumti ndëgjon. Para thonte pejgamberi Allahut se lutjet më të mira janë lutjet e ditës Arafatit. Çfarë ke për gabëditit, çfarë lutje, çfarë liste ke për ditën Arafatit? Çfarë kërkesa ke për ditën e Arafatit? Kurse ne jena ata të shkret të cilët vuajnë prej shumë sende, na mungojnë shumë sende, kemi ne strese të shumta. Mirë po ditë Arafatit është pranë ne që Allahu Azza wa Jall të robim, paraqiti kërkesat e tua, nga se unë jam ai i cili zbres të pjesën e fundit të natës. Mirë po shumica nga ju gjatë vitit të gjithë janë në gjumë dhe nuk kanë kërkesa, nuk ja kanë paraqit Allahu Azza wa Jall asnjë kërkesë. Ja pra Allahu po na mundson dhe ditën që ne t'ja paraqesmi kërkesat tona Zotit ton, të kërkojmë falje prej Zotit ton. Nga se nëse Allahu Azza wa Jall na fal, janë që zhduket edhe avullohet të retët manipulimet e shejtanit që i ka bon gjatë tërë vit. E ku mos po pa shejtani i zvogluar dhe i zhdukur ditën Arafatit. Një vit që ka podu shejtani me ti zhduket për një ditë. Para ta ma i natosër shejtani am dhe ma i zemëruar ditën Arafatit. Një motë unë ponova me këta, e mashtrova dhe manipulova ditë Arafatit që ki njeri diti me shfridzu dhe mi a shduki mua veprat e mija. Apo val, ka njerë që ende nuk dojnë që të prishen me shejtanin. Nëse donë që të mirë sharmik shejtanin dhe t'i shkëput shmardhënjët me shejtanin, vëllezër të ndërsëm, e kemi shansën e fundit të vitit, ku Allahu Azza wa Jall na jep ditën Arafatit. Para thonte Ibn Hajar Asqalani, kanë ra ulemat në ujdi të gjithë dietarët se dita më e madhe vitit është dita e Kurban Bayramit, e dita që vijon dita Arafatit, ndërsa Ibn Hazmi thonte nuk ka ditë më të çmuar, më madhore tek Allahu Azza wa Jall se dita Arafatit. Dita më e madhe e vitit është dita Arafatit, për shkak se Allahu Azza wa Jall zbret rahmetin e vet, për shkak se Allahu Azza wa Jall zbret bujarinë e vet. O ti që ke munges në riskin tanë, pse nuk i trokit ditën e Arafatit, dirë të Zotit tanë bujar.
O ti që i vuan nga smujet e lloj-llojshme, përse nuk ja paraqet kërkesën Zotit tanë ditën Arafatit, që keni probleme me familjar, përse nuk ja përgjithni kërkesat Allahut Azza wa Jall, kurse thua që Allahu Azza wa Jall zbret në qiellin e dunjas, zbresin dhe me lekët ditën Arafatit, dhe Allahu Azza wa Jall i thotë robëve, a keni diçka që ju duan që t'ju përgjigja? A keni do një kërkesë që unë që përmbushi kërkesën tuaj? A do një diçka që unë jam në gjendje që përgjigjem juve? Kush ka mundësi të përgjigjet përveç se Zotit tanë? Kush ka mundësi që brenga dhe të lashe dhe mërzit t'i largon përveç se Zotit jot? Kush ka mundësi që të përgjigjet kërkesëve tua, dëshirave tua përveç se Zotit tanë? Ja pra dita Arafatit po të roket në dirë tona, para ta kujdesu ditën Arafatit, mos e qo posh, as një minut mos e para qitja kërkesët Zotit tanë. Allahu është në gjendje të përgjigjet kërkesëve tua. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall të na inspiron me dua dhe lutje ditën Arafatit në atë formë dhe në atë mënyrë siç Allahu Azza wa Jall dëshiron.